Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë si çdo të premte të kem studio mikun e emisionit avokatin Erald Daga. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Tani për sqarim, për zotërin që mori para se mbyllnim dhe para se të shkonim në publicitet. Avokati Erald Daga ndoshta e ngatron se nuk e telefonuar avokatin, se po më thoshte edhe tani se unë i përgjigjem çdo telefonues, thotë dhe e marr mbrapsht për çdo rast. Kështu që unë e di që zotëria nuk ka telefonuar me rastin e Eraldit dhe unë e mbaj mend, ka qenë ndoshta me dikë tjetër, por gjithsesi për sqarim dhe që të jemi korrekt edhe me avokatin. Kështu që unë avokat falenderit për korrektesën njërë që ke paraqitur gjithë kësaj kohe që kemi bashkëpunuar bashkë. Sot do të flasim për problemet e pronësisë. Cilat janë problematikat kryesore të pronësisë që përballen shqiptarët avokat? Dhe dy janë, po them, problematikat më kryesore që hasin qytetarët. E para ka të bëjë me problematikat e pronësisë. E para që është administrative, pra komplet se zgjidhet në mënyrë administrative, dhe e dyta në proceset gjyqësore. Pra ato që nuk zgjidhen në institucione shtetërore, pra në administrat, kalojnë për zgjidhje në gjykata. Këto dy probleme, të zgjidhës si në administrat, si në gjykat, kalon në një rrugë shumë të gjatë, që ato qytetarë që e kanë provuar, e din që janë vite, po them ka qytetarë që në vitin 92 a 94 që kanë filluar të merren me prona dhe akoma nuk i kanë zgjidhur. Sa i përket problematikës parë, pra për pronësinë, ka të bëjë me mungesën e dokumentacioneve. Për shembull, ka shumë qytetarë që kanë një dokument, por nuk e kanë gjithë dokumentacionin e plotë. Pse ka ndodhur kjo? Më përpara, në kohën e Perandorisë Osmane ka pas arkiva, por ka pas edhe në kohën e mbretit Zog. Në momentin që erdhi diktatura, pra nga ana historike, nga 45-a, që u shtetëzuan 46-a, pastaj që filloi reforma agrare, u shtetëzuan çdo pronë private, të gjithë dokumentat u futën në arkiv. Dhe me shtetëzimin e pronës private, shumica e këtyre dokumentave, pra e ish pronarëve, se gjithë ishin pronarë dhe pastaj u bën ish pronarë nga 46-a, u dogjën, u azgjesuan një pjesë e mirë, një pjesë tjetër mbeti dhe një pjesë tjetër edhe ndryshoi. Dhe pastaj kur erdhi viti 91-92 që filloi Agjencia e Trajtimit të Pronave, ish kthim kompensimi i pronave, pati këtë mungesë të dokumentave dhe secili qytetar duhet mbritë dokumentat, aq sa që u detyruan të shkojnë në gjykat për të bërë një vërtetim fakt juridik gjyqësor që prona ishte e këtyre. Pra, një faktor kryesor në cilin qytetarët sot nuk marrin pronat apo enden rrugëve të hipotekës, të Agjencisë Trajtimit Pronës, apo agjensive tjera, të është komplet kadastra që ka qenë legalizimi, është që nuk kanë një dokumentacion plot, ose kur e kanë një dokumentacion që mund tjetë, ju ka hequr një numër, nuk ka një hartë, ka një dhënë që është thjesht me kufitar, pra nuk ka një planimetri. Dhe mungesa një dokumentacionit plot bën që administrata, pra kadastra, punojnësit në për agjensit e institucioneve që si thua, njohin pronën, ka një argument që ti sërrodhasin qytetarët akoma më shumë. Një pikë tjetër, që ndodh edhe ata që i kanë rregull, që i kanë pas dokumentat në rregull, ndodh që ai punonjësi administratës bën bivendosjen e titujve. Që do thotë, nëse Klevini ka pronën A, Eraldi ka pronën B, të dy me dokumenta të rregull. Dhe kjo pastaj nuk është më përgjegjësi e kadastrës për ta zgjidhur, apo jo? Pastaj kadastra thotë, unë kam bërë gabimin, por të zgjidhni ju dy, nëse ju dy nuk e zgjidhni, shkoni në gjykat pastaj. Pra prona A dhe prona B, dy pronat komplet pastra me dokumentacion të pastër të plot, kadastra për punë, një punonjës të administratës, punë 1 milimetri që zgjat atë hartën, pra hartën treguese në kadastër, bëhet ai spostimi i hartës dhe duke u spostuar me 1 milimetër apo 1 centimetër harta, spostohen gjithë pronat dhe krijon gjithë mbivendosje. Dhe kjo krijon atë që quhet mbivendosjen e pronave dhe qytetari pastaj të detyrohet ta zgjidhë pajësisht, po pajësisht ne nuk kemi një popull që zgjidhin gjërat shumë pajësisht apo që gjejmë marrëveshje. Jo, në këtë rast ka njerëz që kërkojnë që ta zgjidhin dhe nuk e zgjidhin dot, domethënë gjenden dakord se ka pasur telefonata gjatë javës që volon pas, që ka gjetur pronarin tjetër, ka marrë dhe hipotekën e pronarit tjetër, pra ku është mbivendosur këtij prona, dhe thotë nuk dim si të veprojmë tani. Prandaj nëse ka shumë që pasë qytetar tjetër, por nëse ka dy qytetarë, pra ka dy titull pronësie, dy certifikata pronësie, që janë prona kufitare, kanë një mbivendosje,
Po gjithë thjesht fare, me një marrëveshje notariale ose marrëveshje me ndërmjetësi. Ose të marrëveshje me ndërmjetësin, pa shlidhet planimetria. Se po thoshte kadastra, na tha që nuk i zgjidhin në këto punë. Pavarësisht se na ka futur kadastra në këtë vorbull, na kanë thënë që nuk i zgjidhin në këto punë dhe ata s'dinin si të vepronin. Si rregull kadastrat i mjafton një marrëveshje, një deklaratë notariale sipas ligjit 20/2020, apo një deklaratë midis dy personave kufitar apo dy personave në cilët mbi vendoset titulli dhe pastaj mund ta e ka dorën e lirë kadastra pastaj për ta nuk ka si pengesë për ta regjistruar. Por me një marrëveshje notariale apo një marrëveshje te ndërmjetësi për saktësimin e kufirit apo për të përcaktuar se ku janë hartat e secilit dhe duke hequr dorën dhe nga mbi vendosja se do paraqitet një hartë saktë, atëherë qytetarët e zgjidhin. Por çka ka bërë hipoteka? Ka ndodhur edhe që kanë mbi vendosje edhe titujsh. Pra, për të njëjtën pronë A janë lëshuar 2 certifikata pronësie. Edhe kjo është absurde. Se shteti, pra kjo ka ndodhur gjatë nga 92-94 deri më sot ndodh sistematikisht që për të njëjtën pronë, pronën A lëshohen 2 certifikata pronësie apo 3 certifikata pronësie. Edhe nga institucione ndryshme, për shembull, për të njëjtën pronë dikush e lëshon për shkak se e ka legalizuar pronën dhe rrjedhimisht merr truallin. Dikujt tjetër ja ka lëshuar kthimi i kompensimit. Dikush tjetër ja ka dhënë kadastra, pra 3 institucione shtetërore bëjnë një vendosje dhe kur bëhet kjo vendosje nuk zgjidhet. Është pasgjishme përveç se ti drejtohesh gjykatës. E përmenda një pikë tjetër është kthimi dhe kompensimi i pronave. Agjencia e kthimit kompensimit të pronave, trajtimi i pronave. Kjo ka futur në konflikt thuajse gjithë pronarët me pronarët aktual, me pronarët të paktën të ligjit 7501, ata që morën nga familja bujqësore. Sepse ligji i kthimit kompensimit të pronave, pra ATP, do zgjidhte pronësinë e reformës agrare nga 46-ta, kurse ligji për 7501 ishin familjet bujqësore apo kooperativa që ishin deri në gusht 91-shit në fshatrat që banonin, do merrshin truall, do merrshin tokë sipas frymëve. 7501 çfarë bëri? Bëri këtë që i dha qytetarëve që jetonin aty, por jo detyrimisht ishin pronar. Një që ishte antar i kooperativës bujqësore, jo detyrimisht ishte pronar. Po, ka pas plot raste që qytetarët pronarët kanë qenë edhe në kooperativë, kanë pas dhe prona, ju shtetëzua prona, por pastaj nuk e morën gjithë pronën. Po ndërkohë, ata që nuk ishin, ka pas plot që edhe nuk ishin pronar, morën nga 7501, po ndërkohë kjo krijoi mbivendosje me ligjin e kthimit kompensimit të pronave, sepse kjo agjenci ja dha ish pronarëve dhe u krijon mbivendosje. Si do zgjidhin edhe këta në gjykatë? Se pravi institucioni bëri konfliktin, shko zgjidhen në gjykatë. Zgjidhe vetë. Zgjidhe vetë. Pra i fut konfliktin dhe thotë shko zgjidhen në gjykatë. Problematik tjetër që e kemi përmend ka të bëjë me legalizimin e objekteve pa leje. Në objektet pa leje ndërtohet në një tokë. Në momentin që ndërtohet në një tokë, toka nuk është e personit normalisht, qëllon që është e personit, por marr rastin që toka nuk është e ndërtuesit, atij që ka ndërtuar një ndërtim informal. Në rastin që toka është shtet, është pak më e zgjidhshme, kuptimin që me që toka është e regjistruar në emër shtetit, kjo lidhet me shtetin, por problemi që ndron pastaj kur kjo toka, ky trualli është në emër të pronarëve. Ka pronarë të tjerë, ka pronarë që kanë marrë me për shembull 7501 me ATP, vjen edhe ky që kanë ndërtuar pa leje. Këta dy zihen, pra ky me 7501 në ky me ATP që pra të dy pronar se e kujt është toka dhe më pas thot ky legalizimit shteti ja jep tit për legalizim sepse thot ky sipas ligjit duhet i takoj këtij deri në 300 metra sipas ndërtimit dhe pasi bëhet një ngatërese e madhe që pra me ligjin 20/2020 tani thuhet që edhe për ndërtimet informale toka do t'i kaloj ti që kanë ndërtuar në mënyrë informale, vetëm pasi të jetë gjithë konflikti midis pronarëve me njëri tjetrin. Pra edhe kjo e çon në një kaos të gjithë problematikën e pronës dhe qytetarët do srollaten në përdyrëve të gjykatave, do marrin telefon këtu, do ankohen nëpër avokat. Zgjidhja përfshin edhe kompensimin e pronës për pronarin apo jo? Këtë duhet ta bëj tani vetë si me 20/20-ën. Për cilin rast? Për rastin e ndërtimit në tokë të huaj. Po. Dhe më pas për legalizimin dhe procesin e hipotekimit të pronës. Atëherë, si zgjidhje 20/2020 për legalizimin thot që personi që ka ndërtuar në një tokë e cila, po marr rastin nuk është shtet, është bërë ky ndërtimi në këtë tokë, por është e një pronari privat. Pra është një pronar.
do t'i kaloj toka objektit informal, vetëm pasi ti pronari të jetë kompensuar nga shteti me vendim Këshillit të Ministrave. Pra të jetë shpronsuar, shteti do t'ja marrë një herë privatit, do t'ja shpronsoj, do t'ja japi një kompensim dhe pastaj pasi të jetë bërë kompensimi, do t'japi faturën, një faturë që bëhet me deklaratë notariale të noterit dhe pastaj bë pagesën dhe pastaj bëhet edhe pronar personi që ka ndërtuar në mënyrë informale. Kemi problematik tjetër pronësisë është kadastra. Pra kadastra për mu është institucioni më i keq që kemi pasur për zgjidhjen e pronës apo për mbajtjen, administrimin e të gjithë arkivës pronës apo edhe çdo proces regjistrimi që zhvillohet. Nuk e di a është e qëllimshme, a janë të aftë, a janë të aftë por bëjnë sikur, nuk janë të aftë, pra nuk i di gjithçka që por di të them që kadastra sot gëzon respektin më të keq në të gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë për shkak sepse askush nuk mbaron punë kadastër, që ka ca detyrime ligjore dhe kadastër çfarë bën? Ka pasur detyrë me ligjin 20/2020, detyra kryesore ka qenë që në këto 30 vite i dha një detyrë ligjvënësi deputetët në 2020-ën, që i thanë mbaro procesin e regjistrimit fillestar. Pra mbaro, regjistro të gjithë pronat, gjithë ato që kanë 7501, që kanë legalizimet, ato që kanë kthim kompensimin, mbaroje si proces. Bë hartat kadastrale, se aty e ke gjithë fondin e hartave dhe jepi drejtim. Dhe jemi sot në 2025 dhe kadastra akoma s'ka fillu. Është te i proces shumë periferik. Pastaj, që është ajo shkak pasoja, problematika kryesore që edhe pse nuk zgjidhen, që unë mendoj që mund të jetë korrupsioni dhe ndërhyrja politike në prona. Për shembull, në shumë prona strategjike, shqiptarët thonë se gjithë pronat, se Shqipëria e vogël është, çdo pronë strategjike është, se që shkosh edhe në Kodër do bësh i vil, strategjike është. Do shkosh në det, do bësh një resort për strategjike, është akoma më strategjike. Kështu që mendoj që mbase si shkak pasojë e kësaj që thash, mund të jetë ndërhyrja politike dhe korrupsioni në kadastër, në konstitucion, i cili nuk i jep zgjidhje, sepse duke mbajtur pronën peng, pra, çfarë do të thotë peng? Duke mos e regjistruar për qytetarin, duke mos i dhënë atë certifikatën e pronësisë, kjo pronë pastaj me këtë pronë mundet manovroj për pronar të tjerë. Pra, për pronar strategjik, duke ia dhënë atyre, shteti ka dorë të lirë për të bërë pronësim, se thotë prezi që ka tokë e lirë. Po mund ndodhi dhe ai zjarri i qëllimshëm apo i paqëllimshëm që lirohen toka dhe pastaj ndodh e gjithë kjo zallamai e madhe me pronat. Por për mu, kjo është faktori kryesor, ndër faktorët kryesor, që pse nuk zgjidhen çështjat për pronarët e thjeshtë. Se ato pronarët e mëdhej i kanë zgjidhur pronat. Ato ndërtojnë edhe pa leje një pallat mes Tiranës me 7 kate pa leje dhe vazhdojnë. Nuk kanë probleme ata. Problemi është për qytetarët që marrin telefon këtu. Tani, pasi tham këto probleme, kemi probleme në gjykatë. Sepse, siç e tham, shteti la durë, thotë tani zgjidhini vetë, ju erdhët këto janë kushtet tona, ne se bëjmë dot, se nuk do askush në administratën shtetërore të hedhë më firma për t'i dhënë zgjidhje problemi, sepse kanë frikë se shkojnë në burg. Pavarësisht se kanë bërë vetë lëmshin, ne bëjmë lëmshin për mos japim zgjidhje, se pastaj na quhet shpërdojmë detyre jo. Pra, justifikohen me shumë gjëra dhe pastaj mbetet gjykata. Çfarë do gjykata? Gjykatat, problematika kryesore që kemi fol gjatë gjithë kësaj kohë janë vonesat e gjata. Pra, pas reformës në drejtësi, nga 2016 apo themi 2019, në gjykat të sot të depozitosh një kërkesë padije në shkallë parë për nisur një proces gjyqësor, do të duhet 1 deri në 2 vite minimalisht me filluar procesin me marrë një vendim shkallë parë, minimalisht. Po ku shkon apel? Shko 5 vite, 6 vite për çështje pronash, 8 vite. Por një qytetar ai ka 10-15 vite tjetës t'i shpenzojnë në për gjykata me avokat, me notes do notarizohen, me rrugë do shkojnë nga një gjykatën tjetër me administrat, pra janë shumë para dhe shumë kohë e shpenzuar dhe nuk ka të sigurt, sepse ndalë më poshtë, vendimet e gjykatave janë kontradiktore. Pra, gjatë gjithë këtyre viteve, e them shumë sinqerisht, kanë shumë vendime gjykatash, që kur flasin për pronësinë, kanë vendime shumë kontradiktore me njëra tjetrën.
Kur lexon vendimin, habitesh se si ja dha pronën X-it dhe si ja mori Y-i dhe e kundërta. Një gjykatë tjetër, po me të njëjtin objekt, ja dha Y-i dhe ja mori X-it. Dhe nuk respektojnë as ato vendimet unifikuese gjykatave të larta, i kalojnë, sepse kështu e mendoj unë, sepse askush nga gjyqtarë nuk i shkon deri në fund çështjes që nëse një gjyqtar kur ja thot avokati e ka shkel me vërtet procedurën, e ka shkel ligjin, ti bëj një ankesë tek institucionet e drejtësisë, se kryeministri ja bën ankesën dhe publikisht. Qytetarët nuk me që s'kan media, kanë shkresën, ta bëjnë nëpër institucionet e drejtësisë ankesat ndaj gjyqtarëve, prokurorëve nëse kanë. Po jo në televizion. Në televizion nuk zgjidhin. Vetëm kryeministri zgjidh në televizion gjërat, me telefonat. Kështu që vonesat e gjykatave dhe veprimet kontradiktore kanë sjell edhe tek qytetarët një mosbesim që do ta zgjidhin ndonjëherë çështën e pronësisë. Për shembull, do të marr një rast. Është rast edhe konkret. Në rreth viteve 2010, 2017, në këtë periudhë, dikush kishte një AMTP, akt marrjes tokës pronësi. Edhe shteti pastaj ishte regjistru, ishte dhënë certifikat pronësie, zgjohet ke shteti se del investitori strategjik, patëm bë dhe një ligj që prefekti i qarkut kishte drejt të kërkonte pavarësishmërinë e këtyre AMTP-ve, edhe pse ishin të regjistruar, dhe kërkon një pavarësishmëri të AMTP-s. Gjykata vendosin, ja rozojnë pretendimin prefektit, ngret pastaj një komshi tjetër, aty afër AMTP-n dhe thotë që pavarësisht se kisha as drejt ligjor për ta ngretur, po për të njëjtin objekt, pavarësisht se gjykata e kishte rrozuar me vendin informasprer, pra kishte rrozuar atë që kishte drejtën, që ishte prefekti, për ta ngretë si pretendim për AMTP, ngret pastaj qytetari dhe thotë që shise kjo AMTP është e pavlefshme, ndërkohë është shprehur një gjykatë që kjo AMTP ishte e vlefshme. E fiton ky qytetari. Pra kemi dy vendime gjykatash, një thotë është e vlefshme, një thotë është e pavlefshme. Dhe nuk ngrihet asnjëherë si pretendim gjëja e gjykuar, sepse ca gjyqje bën, edhe ca qytetarë neglizhojnë, por ca gjyqje ose po them që të gjithë gjyqjet nuk kanë një sistem të mirëfillt gjykate ku secili qytetar apo avokat të ketë mundësinë të shikojë sipas objektit të padis, të shikojë se çfarë po ndodh me çështjen. A është e gjykuar një herë kjo çështje apo jo? Pra, dy gjykata të shtetit shqiptar kanë dhënë dy vendime tërësisht kontradiktore për një AMTP. Se kur të zbatohet pastaj kur shkon për ta ekzekutuar një hipotekë, tu ka drejt ai punonjësi i hipotekës. Që dy vendime të gjykatit janë shpreh se dikush i thotë vendimi im të shikush dihet vendimi më i hershëm apo vendimi më i vonshëm. Më i vonshëm, besoj. Po s'ka më vonë se vendimi i gjykatës gjë e gjykuar. Ka pastaj problematikë tjetër është edhe korrupsioni gjyqësor. Korrupsioni gjyqësor është ndër problematikat më kryesore që haset, paktën çfarë thuhet shpesh në përdorje të gjykatave, që qytetarët thënë që zgjatet, bëhet, po e ndjen ose edhe paftësi gjyqësore. Mos ta fusim komplet korrupsion, mund të jetë edhe paftësi gjyqësore që mund vi sepse aq mund di një gjyqtar, ashtu e jep zgjidhjen. Po flisja pak më parë për atë që ka një edhe kur kemi vendime unifikuese, gjyqtarët nuk i zbatojnë. Gjyqtarët e shkallave më të ulta, vendimet unifikuese janë vendimet që jep gjykata e lartë, kolegji i gjykatës së lartë dhe janë të zbatueshme për çdo. Madje gjykata e lartë i bën thjesht gjykatave të ulta që të zbatojnë vendimet unifikuese, në ana tjetër kur vetë kolegji i gjykatës së lartë, pra gjykata e lartë, i shfuqizojnë vendimet si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese, nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Pra jemi që edhe vetë gjykatat me njëra tjetrën nuk zbatojnë vendimet e njëra tjetrës dhe nuk kemi një bazë unifikuese vendimesh që kjo është rruga dhe kështu veprohet. E qartë. Presim telefonata? Dakor. Okej. Mirë, faleminderit shumë për gjitha sqarimet avokat. Ne do të kemi rast të vijmë për të diskutuar ndoshta edhe më specifikisht se cilën prej problematikave, ndërkohë që sot do të presim tani telefonatat në studio për orientim juridik që mund të kërkoni nga avokati Aga. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. A unë të flas pak të atë avokatin? Po. Të them për çështjen e certifikatës të shtëpisë. Ke një kufje dy mbrapa avokat, të lutem, nëse mund vendosësh. Ja, vetëm një sekond zonjë, vendosi kufjen avokati dhe
Ja bësh pyetjen drejt për drejt që mos kemi nevojë për Nuk të njëjtë transmetues. fare, sepse ke dhe shumë të ullë, nuk e di. Thuaj edhe një herë zonjë, thuaj edhe një herë. Për certifikat në shtëpi, këtu ku kam bërë shtëpinë unë, afër rrugës 5 Maje, rruga Barjam, kur pali jam, Tirana Veri. Edhe kam marrë certifikat në shtëpi të gjithë lagja këtu, kurse vetë mu kam betu, para mbrapa, poshtë lartë tëre kanë marrë kam betur vetë mune, si të daju tashi, kam marrë vetëm lejen e legalizimit, e kam marrë lejen parë. Certifikatën nuk po japi, po be këtu e 15 vjetë kam paguar lek tëra, s'ka mëse detyrim. Po çfarë shkaku t'japin që nuk po e Nuk të merr dot japin. certifikatën e pronësisë? Duke qenë që ju a kanë dhënë lejen e legalizimit? Zonjë, na dëgjon në telefonit, lutem, ha? Na dëgjon? Po të dëgjoj që na televiziori, se na telefoni së dëgjoj kam do të fare. E mirë, në rregull. Zerë shumë dhe, Çfarë arsye t'japin që nuk ta japin në këtë rast? po. Nuk m'japin asë në përgjigje, fare. Japin fare përgjigje. s'japin Mirë, ke bërë kërkesë me shkrim që s't'japin përgjigje? Ka bërë tërë ato kërkesa, se unë jam edhe invalid. Po, Edhe s'kej përgjigje. po i ke kërkesat e protokolluara? Bile një e kam tashi, që e kam bërë tashi para 2 muajsh. Po, Edhe kam edhe një që kam bërë vjetë, një par vjetë, Tani kam si- bërë vazhdimisht, me qenë se jam edhe invalid e vetë, nuk vetë do të ande. nuk e di shkakun, por di të them që Mirë, ka një mbyllim procedurë. telefonatën me Ka, zonjën, faleminderit. ka një Faleminderit, procedurë. zonjë, për telefonatën. Procedura është në momentin që lëshohet leja e legalizimit, nuk është qytetari që duhet çojë lejen e legalizimit, po është vetë brenda institucionit, pra vetë kadastra, menaxhon si situatë dhe e regjistron lejen e legalizimit duke e pajisur qytetarin me certifikatën e pronësisë. Shumë nuk e di shkakun kur ti ke dhënë një leje legalizimi Mos dhe t'japësh nuk më pas. nuk e regjistron dhe nuk i jep certifikatën e pronësisë. Këtë nuk e di. Mbase ka, siç thash, pjesë për abuzim, nuk e di çka ndodh, E qartë. por zonja duhet t'i shkojë mbrapa, që do të thotë jo, okay, kam mbaruar me kërkesat, po ka një komisioner për drejtën e informimit. Po ka dhe një kallëzim penal për ata që nuk ushtrojnë detyrën. Sepse është lëshuar certifikata. Kjo leja legalizimit dhe detyrimisht duhet t'u regjistronte pasuria. E qartë. Mirë, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Po, zotri. Unë kam një problem me pronën, Po? e kam regjistruar Po? dhe dona atë topografin, e ke pasysh firmosi administratori i komunës dhe kryeplaku. Okej. Tani i dërgojnë në kadastrën e rrethit dhe më thonë është kullot. Tani e kanë kthyer tokë. Si të veproj të lutem? Dhe një herë, pra, cili është problemi juaj? Sepse ju keni bërë një kështu, çfarë quhet, planimetri. Alo. Na iku, zotri. Pra, zotria ka bërë një planimetri Po, e ka Dhe ka firmosur, firmosur. sot administratori edhe kryeplaku kush ishte. dhe thot pastaj ka ndryshuar zëri kadastral është kullot. Po. Tash unë nuk e di pse e ka e para që duhet zgjidh. Pse e ka bërë planimetrin? Pra, kush ka qenë shkaku që ka zgjedhë këtë rrugë dhe jo një rrugë tjetër? Për Çfarë sektor dokumenti? kufin, po, besoj. çfarë dokumenti ka që prona e tij nuk është kullot, por është ar? Pra duhet pa gjithë dokumentat që ka të pronësisë dhe pastaj përcaktohet që ja bën me pa të drejtë apo me të drejtë institucioni. Dhe nëse ja bën me pa të drejtë, mbetet gjykata pastaj. E qartë. Mirë, presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, Alo, përshëndetje. alo. Po, zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, po. Unë kam një problem me një punën e tokës. Kam bërë pagesat për legalizimin. Okej. Shtëpia është legalizu, kurse toka jo kam bërë pagesat, po nuk ma kanë legalizu. Më kanë kthy një përgjigje kur dale 2020-a. Me këtë që ka dalë 2020-a, kam të drejtë tani të aplikoj? Një, nëse, pra, unë e sqarova pak më parë, gjatë bisedës, që
Në rast se ju legalizohet ndërtimi po jo toka, një shkaku që ajo tokë mund të jetë në konflikt midis pronarëve, pra ish pronarëve të mëparshëm. Dhe për sa kohë pronarët e tokës janë në konflikt, pa u zgjidhur ajo mosmarrëveshje, hipoteka edhe me ligjin 20/2020 nuk ju regjistron tokën. Në momentin e parë që zgjidhet mosmarrëveshja midis dy pronarëve, siç thot ligji 20/2020, atëherë me vendim Këshillit të Ministrave do kompensohet njëri nga pronarët gjyq fitues dhe pastaj ju do kaloj pronësia. Në qartë, mirë. Faleminderit avokat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Unë dua të flas. Po, zonjë. Shkurtimisht lutem se jemi në fund. Po. Unë kam një problem ndryshe. Unë kam një urdhër ekzekutimi Po. që në 2016 e kam dorëzuar në përmbarim dhe tashin mbas 12 vjetësh më thonë që nuk është urdhri i ekzekutimit në rregull. Kur erdhi momenti që unë duhet marr dëmin që më është saktuar nga vendimi i formës prer apeli. Si do veproj? Po, Po, a keni shkuar te një përmbarues gjyqësor? Ke shkuar te përmbaruesi gjyqësor, zonjë? Urdhri i ekzekutimit ka 12 vite te përmbarimi shtetëror. Po pra dakord, atë dosin që ke është te përmbarimi shtetëror. Atë urdhër ekzekutimi i ke bërë Jemi në momentin që ne duhet të marrim lekët. Të lutem. Dëgjoj pak, zonjë, dëgjoj pak, të lutem. Tashi na thonë që është që berë vendimi. Ana dëgjon, zonjë, dëgjoj pak, të lutem. Për sa kohë ke një vendim, një urdhër ekzekutimi që përmbarimi i shtetit ka 12 vjet që nuk jo ekzekuton, pra e lën aty në arkivat e veta, do ishte në interesin tuaj që të bëshit një kopje të asaj dosje dhe të urdhrit ekzekutimit dhe të shkonit pra një përmbaruesi gjyqësor privat dhe t'ju tregon të përmbaruesi gjyqësor privat që e di procedurën më mirë se sa çdo avokat tjetër, sepse me ekzekutimin merret dhe ju sqaron që a është titull që ka kaluar afati, s'ka kaluar afati, a ka shteti para për t'ju kthyer etj. Pra merret dosjen dhe çoje tek një përmbarues privat. Përmbaruesi gjyqësor shtetëror në dijenin time kanë shumë dosje, si shkon qytetarët, dhe nuk di një qytetar që e ka zgjidhur çështjen në përmbarim gjyqësor shtetëror. Mirë, shumë faleminderit avokat për gjithë analizën që bërë më herët, për gjithë problematikat që solën, ndërgjegjësimin që u bën her pas here qytetarëve dhe kontributin të vazhdueshëm që jep për emisionin tonë edhe për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj. Bashkë do të jemi sërish pas pak me Marcel Rupin dhe Megi Latifin.